Plastet fabule 2 në ekran, Ledjo. Brr, brr, brr muzika, brr. Sep, që shkuj lajmi fundit që ishte sot, në kam shkuj lajmi fundit fakt sepse ndodhi sot, s'pak godesërish 50 ton kokainë dhe arestimet reja. Kemi 50 ton kokainë. 150 milion euro të sekuestruara. Kemi një operacion... Dare, mos gatrojme me operacionin e parë. është brenda javës janë 2 super operacione. Po pra i tjetër ish 500. Po kjo sa ishte? 150. Këta si ka lënë kështu brenda javës. Na çorroditën fare. Tani të jap një raportim telegrafik. Bëj një raportim ama se na duhet. 2019-2022 është kohëzgjatja e operacioneve që Spaku ka vëzhguar e trafikut të drogës mbi 50 tonëve, thot. Mbi 50 tonë, nga Amerika Latine dhe Brazilit drejt Belgjikës dhe Holandës. Po flasim 5 episode të dokumentuara nga Spaku. Pra ka 5 episode që janë dokumentuar nga Spaku. Kreu i Spakut Klodian Brau reagoi më herët, tha se pasurit me origjinë kriminal. Që bërë rrata i sot. Po pra, jo vetëm që do sekuestrohen, jo vetëm që do konfiskohen, por do shkojnë në të mirë publikut. Pra do t'i kthejmë edhe në të mirë të publikut. Mire kishte. Kemi 491 pasuri. Po flasim për kompani, për hotele, për vila dhe 209 llogari bankare. Po flasim për një ndër grupet më të rëndësishme të dyshuara kriminale në vend. Disa prej tyre ndodhen në Dubai, kemi 10 masa sigurie arrest me burg, dhe 50 ton kokainë, në qoftë se do ta marrim me vlerë tregu rreth 20.000 euro 1 kilogram, i thon 1 miliard euro. Në 2019-2020, buxheti i shtetit ka qenë diku tek 7 miliard euro. Pra një grup kriminal kishte 1/7 e buxhetit të shtetit. Në qoftë se një grup kriminal ka 1/7 e buxhetit të shtetit, është më i pasur se Elon Musk në Amerikë. Elon Musk ka raketat që të çojnë hën, ka X-in, Twitterin, ka Teslën. Ky grupi kriminal me drogë ishte më i pasur se Elon Musk në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U bë trilioner, ë? Trilioner i parë. Pra po flasim, ky është... Por atë janë vlera kontabiliteti. Qartë, sigurisht. Pra vlera reale. Po sa sot shkon lart. Kesh kishte rreth 10 miliard, se u futa unë edhe çekova. Kjo në vetvete... Bursa të zhgënjen. Po, bursa të zhgënjen. Po kjo në vetvete tregon kriminalizimin e ekonomisë nga qeveria. Në krahun tjetër... Personazhe që dolën sot ose bisi ishim iniciale... Po, ja do t'i themi tani për... Pa i përmendur emra, domethënë ishin personazhe të njohur apo ishin komplet no-name? Ndryshe nga operacioni i parë që një personazh ishte përmendur shpesh herë në Ekuador dhe Eldi Dizdari është përmendur disa herë sa i përket çështjeve të dyshuara për trafikun e drogës. Pra këto janë 2 personazhet që si thua kishin një lloj fame në këtë mes. Ishte një Aliu, se ishte një. Jo, nuk e njoh, se nga që unë nuk merrem me kronikun. Ato të kronikës e dinin, domethënë, por nuk ishte personazh i famshëm në këtë lloj mënyrë. Edhe grupi kaluar, që janë sekuestruar 450 deri në 500 milion euro. Grupi i para 3 ditëve. Themi se është brenda javës e gjithë, është brenda çemi sot, më e marr. Pra, brenda javës. Është në fundjavë, kjo ka ndodhur javën e kaluar, ku ishte shtunë apo e dielën? Të shtunën, sot jemi e martë. Pra, Spaku brenda javës na ka treguar që grupet kriminale pastrojnë para në ndërtim. Dhe i hedhin në ndërtim. Spaku na ka treguar dhe një gjë tjetër që ka nxjerr fiasko të gjithë ekonomistët pranë pushtetit. Kur ato të thonë që 1 miliard euro remitanca dhe 1 miliard euro të turistëve ulin çmimin e euros përballë lekut, Spaku na tregon që kur ty të futen miliarda euro nga trafiku i lëndëve narkotike, normalisht që ti nuk e ke me çmim fiks kursin e këmbimit, normalisht që ty të nënçmohet euro përballë lekut. Tani për sa kohë... E morë vesh, parantezë, mbaj këtu, si mos haron. Sot e morë vesh sa ka vajt euro ben. Me lekun, 94 piksa. Ka rënë akoma dhe 1 euro. Që ose më lejon kolegu 2 fjali shpejt. Ja, të mbaroj sepse është raportim. Po, se bim, falë. Dhe pasaj e këti radhën, Beno. Se për ty ti i ftuar i kryesor, sot. Pra, përndaj dhe profesori se flet mirë në këta aspekt. Kur flasim për 50 ton kokainë të një grupi kriminal, kur flasim për 150 milion euro të sekuestruar të një grupi kriminal, kur flasim për një javë aksione, brenda një jave, Spaku kryen aksione në 2 grupe të rëndësishme kriminale. Të njëri sekuestron 500 milion euro, të tjetri sekuestron 150 milion euro. Dokumenton dhe çon përpara akuzës këto grupe të dyshuara të rëndësishme kriminale, me aktivitet qindra, miliona deri në miliarda euro,
Kjo në gjykimin tim tregon edhe betejën që ne duhet të bëjmë për kapjen e shtetit deri diku nga këto grupe kriminale. Kur vinë dhe i fusin parat në ndërtim. Çdo qytetar që sot sheh që metri katror që do duhet ishte 500 apo 1000 euro, është 1000, është 2000 apo 4000 euro, një nga arsyet është edhe kjo. Një nga arsyet. Çdo qytetar, çdo eksportues që sot do të blej lëndë të parë jashtë, çdo eksportues që sot ka probleme me rënien e euros, duhet shohë që një nga arsyet është edhe kjo. Pra, ekonomia në vetvete, kur shkon në këtë aspekt që një grup kriminal zotron, thuaj se 4% të GDP-s, qofse ne e marrim GDP-n e 2020-s, kur flasim për këtë grup kriminal, 22-23 miliardë euro. Dhe një grup kriminal trafikon 50 ton kokainë që mund të shkojnë 800 apo 900 apo 1 miliardë euro, tani për çfarë jemi duke folur kur 4% GDP-s po flasim për një grup kriminal që e kanë sasi droge. Tani, një sekond. Çfarë tregon kjo? Çfarë tregon kjo për ekonominë? Ben, mbaje këtu se do bëjmë një pauzë, ragon. Okej. Edhe mbaje mund të pyeten që t'ja përgjigj direkt mbrapa. Patjetër. Miq, ora në këtë moment është 22:33 minuta, ne ikim bëjmë xhiron Dorelan, një pauzë vogël dhe rikthehemi me Ben Malaj, zotëri, profesor, pedagog, ish ministri i financave, një nga njerëzit që ke qef ta dëgjosh sa herë që bëhet fjalë për të kuptuar ekonominë dhe financat e Shqipërisë, por jo vetëm. Benin, po duash më të futesh në Geoekonomi. Geoekonomik, është i papar. Dhe është kënaqësi ta kem në studio. Bile kam shumë vonë sa i natë më vjen. Duhet të bëj Vlora, ka ndonte për kryetar bashkimit Vlorë që të më rikthej. Mbappé ka bërë gol në minutën 66. Kush 10 bëri? minuta 69. Mbappé. Mbappé e bëri? Luan Francë me kë? Me Senegalin. Edhe është lojë e fortë. Senegalezët. Po, I ka pas koloni? E, Ledio, ikim pak të Dorelani, sepse ka ofertat pa para Dorelani, zotri. Përfitoni i keni dhe në fund të muajit me 50% zbritja në Dorelan. Për në disa produkte, po në më kryestoret. Ati ka gjithçka të ka bëj me gjumin, po ju shikoni, fokusoni pak të dyshekut, sepse do ndryshoni stilin e jetës, dakord? Keni dhimbje qafe, shpine, mesjet e letjen, ndryshoni dyshekun. Nuk keni sëmur. Meni dyshekun e dur me një super çmim. Keni 10 vjet garanci, e mbani madje një muaj në shtëpinë tuaj, e provoni, po sigurisht e ktheni mbrapsh, e pa parë pa dëgjuar. I keni për të gjitha kategorisë e humanëve dyshekjet e Dorelani. Nga sportistët deri te invalidët, çfarë doni ju? Dorelani e gjeni ose -1 Shtetegu, ose në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 12, në qendrën tregtare Prestige Home, ose përballë kompleksit Deli Orgji te rruga Kavajës. Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Bravo Dorelan. Jemi rikthyer miq në këtë pjesë të dytë të emisionit, jemi live këtu në MCN TV, si çdo të martë, mërkurë dhe të premte. Ndiqeni këtë emision në këtë faqe YouTube-i, për qefin tuaj, bëni një subscribe, mos u bëni kurrë se keni falas. Dërgoni dhe pyetjet te ky QR kodi këtu, pyetjet që keni për Ben Malajn dhe për Sebastianin, por sidomos për Benin, i cili është sonte këtu për të folur rreth zhvillimeve më të fundit politike dhe jo vetëm në Shqipëri. Pyetja e Sebit ishte kjo, për gjithë që mbrini tani, dhe duhet të dëgjoni dhe pyetjen dhe përgjigjen, që se kapët më parë. Cila ishte pyetja jote konkrete për Ben Malajn, Sebi, lidhur me ekonominë kriminale? Hoqja atë paralelen me Elon Muskun, që edhe qytetarët ta kuptojnë. Elon Musku sapo ka bërë $1 trilion. GDP-ja e produkti brendshëm brut i Amerikës është diku te $33 trilion. Ai ka një të 33-ën e pasurisë. Ka Neuralinkun, ka raketa, ka Grokun, ka makinën. Shpik çdo ditë nga një gjë. Dë pyetjen se tu kemi një grup kriminal, njëri. Vetëm njëri ka 1%. Njëri trafikon 50 ton kokainë.
Me një mesatare 10 deri në 20.000 euro kilogrami i tonit kokainës, shkon 500 milion deri në 1 miliard euro. Sjell në Shqipëri, që sekuestrohen nga spaku, 150 milion euro. GDP-a jonë është dikute në 2019-2020, kur po flasim, po e marrë 22. Buxheti ka qenë rreth 7 miliard. Tani çdo të thotë që një grup kriminal ka 4% GDP-s dhe 1/7 e buxhetit. Çfarë tregon kjo ekonominë? E para është një koncept, pra nuk është një debat individual me Ramën, po unë e kam bërë që në fillim, sepse isha shqetësuar për vendin tim për modelin që ai me vedije të plotë e ndërtoi në Shqipëri. Modelin e zhvillimit. Po. Dhe modeli i zhvillimit të Ramës u bazua të disa oligarkë dhe të paraja kriminale. Para ca ditësh ishin ato përvjetore medalje dhënëse për PS-n dhe unë me detyrimin njerëzor, pas një mblef për Ramën, po për detyrimin për Vlorën dhe vendin tim, deklarova që do ta merrja kurrë asnjë vlerësim nga Rama për të vetëm në arsye se toleroj dhe bashkëpunoj me paran kriminale në ekonomi dhe në politikën shqiptare. Pra efekti nuk është se ishin disa individ të vegjël që punuan, ishin sa emigrant që pastruan sa para. Problemi është se kjo ishte totalisht organizuar dhe ta orientosh vendin drejt paras kriminale është, si thua, ne nuk kemi. Unë kam deklaruar publikisht dhe bile këtë deklaratë e kishte marrë edhe një senator në Amerikë para 4-5 vjetësh, ku nuk kam pa një individ, një familje, një biznes, një vend të jetë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme dhe progresive duke u bazuar te paraja kriminale. Çfarë pasojash ka për qytetarët që po na ndjekin? Për qytetarin pikërisht është edhe ajo që ju theksuat. E para, paraja kriminale deformon tregun e lirë. Paraja kriminale vret konkurencën, sepse kemi shkuar deri te kapja e shtetit. Nuk është thjesht një korrupsion. Në momentin që nuk ka konkurrencë të lirë dhe në momentin që tregu pushtohet nga ata që kanë para kriminale, ata duan fitime maksimale. Dhe për këtë arsye po të shikosh në ekonominë shqiptare, sidomos te pjesa e ndërtimit, por jo vetëm te pjesa e ndërtimit, kemi një rritje artificiale të çmimeve. A është kjo arsye pse qytetarët sot nuk blejnë dot 1 metër katror në kinostudi apo në kombinat, se thonë ores më del? Patjetër, sepse në momentin që të shkon çmimi kaq lart, dhe çmimi ne themi që ka raportin kërkesë-ofertë, tani se sa rritet kërkesa ne dim rritje natyrohet familje të reja për një vit. Por oferta është shumë e madhe dhe çmimet duhet ishin më të ulta. Por fakti që kërkesa është rritur nga paraja kriminale, pra ata blejnë dhe e quajnë investim afatgjat, nuk e quajnë investim familjar, atëherë kërkesa ka rritur çmimet. Dhe çmimet edhe sipas Bankës së Shqipërisë, çmimet e pasurive të patunën në Shqipëri kanë një rritje të paparë. Dhe nuk është nga faktori nga kërkesa e brendshme, nga rritja të ardhurave reale të disponueshme që u rritën pagat apo u rritën fitimet. Jo. Ajo ka një pikë prerje që deri këtu ta zëm deri në 1500 vepron kërkesë oferta. Qofse ajo shkon 2000, 2500, 3000, atyre është faktori i paras kriminale me efekti negativ. Vlen argumenti që thonë që po vinë dhe po blenë emigrantët që kanë shkuar jashtë? Unë besoj dhe po e them që po, çdo shqiptar po kemi 30 vjet. Duke qenë se ti djalerit ne kemi jetuar në kushtet ekstreme minimale të strehimit. Dhe gjëja e parë pas 90-s që dëshironte çdo shqiptar ishte një shtëpi e rehatshme. Por ata kanë vite që kanë ndërtuar, kanë bler. Tani nuk është më ai grup. E para se mbi të gjitha emigrantët tani, pasi rinë një kohë të gjatë jashtë vendit, pasi krijojnë familje, pasi sakrifikojnë duke punuar në mënyrë të jashtëzakonshme që fëmijët e tyre në ambientet e qerdheve, kopshte dhe shkollave, të jenë afërsisht si fëmijët e vendeve të tjera, të mos diskriminohen, atëherë fitimet e tyre reale janë minimale. Kështu që ky produkt... Një sekond. Që është një studim që ka dalë para pak kohësh, ma vërteto ose ma hit poshtë, që e pash diku, media serioze më duk, që thoshte që Shqipëria në krahasim me vendet të tjera, nuk ese me ka krahasim të më të larta. Jo. Është vendi ku popullsia e, pra thua, banorët e vendit janë, si thua, numri atyre që kanë shtëpi është më i madh në çdo vend tjetër, që kanë një pronë, që kanë kjo është tipike për Europën lindore, po, është tipike për Europën lindore se kemi pas të njëjtat probleme. Sepse shumë po të marrësh. Kemi statistika ne sa shqiptar nuk kanë shtëpi aktualisht. I ndjer Eurostati dhe ka një studim që ju e keni parë, po për shembull në Gjermani
Jo në Gjermani, në Shqipëri. Jo, ta them. Se është problem Ku krijon modeli? Njerëzit kanë një shtëpi pra. Ku krijon modeli? Mos është rrallë duhet të kenë një të dytë, një të tretë, se blejnë dot. Ti jeton me çunin. Çuni është fejuar dhe jeton me qira. Ka shtëpi çuni në emër tënd ai ka shtëpi. Si i bie. Shiko, të sqaroj. Atë thua janë fëmijët e këtyre të kanë që s'kan. Jo, të sqaroj. Fëmijët e prindërve qartë. Është edhe kultura që kanë shtetet ndryshme. Për shembull, në Gjermani janë të orientuar më shumë drejt qiras sa shtëpisë. Pra, vendet e zhvilluara që kanë një fleksibilitet të madh të tregut, Edhe në Francë kështu është. që kanë lëvizje të madhe, se shtëpia të fikson ty në një qytet ose në një fshat. Bare madhe. Sa qiraja të jep lirinë që ti të kërkosh tregje potenciale më të mëdha. Kështu që kjo idea që shqiptarët ka niveli më të lartë të pronësisë nuk është diçka për të mburur, të shqive. Po prandaj të pyeta. Po, jo, nuk është diçka. Ne kemi 93, 94, Kosova e ka 95, Maqedonia e ka më shumë. Kush nuk kanë shtëpi këtu pra? Kush do të blej? Shiko, është e përqendruar sepse është ajo që themi ne për statistikat. Me rastin e mollës. Ma thuaj edhe një herë? Ma thuaj edhe një herë Ben? Shqiptoja çik. Jo, ma thuaj ti. Nëse këtu kemi 3 moll, të treja i ha Beni. Sa moll kemi? 3. Secili ka ngrënë nga një. Jo, me statistikë. Kështu që I ke thënë këtë? Jo, është statistikë. Kjo të ka të bëjë me faktin që nuk mjafton. Pra nëse kemi 3 moll tavolinë, të treja i ha Beni. Statistikisht kemi ngrënë 3 nga 1. Po, sepse ajo ndjen. Pra statistika, nëse nuk e shikon mirë të njën, pare si lexon, po. Shiko, statistika thuhet që politikanët i përdorin si deur i shtyllën e tensionit. Jo për të parë rrugën, po për të mbajtur. Bravo. Kam dhe një politikan që kështë marrë me statistikën këto. Emra u Ben, të lutem, shikojnë që këtë më është e fundit fare. S'do t'i balla. A, kjo është e bukur. Jepi Ledion. Vlera atyre në ekonomi nuk është 4, është 8, është 12, sepse fillon qarkullimi. Do marri tullën, do marri tjergullën, do marri cimenton, do marri pemët që do milli, se do millin pemë tjera ato tjerë ato quhen qarkullim. Dhe nuk jemi 4 miliard. Dhe nëse ata thonë do investojmë 4 miliard, vlera atyre në ekonomi është më e madhe, që do thotë që po ta bëj një llogari të trash, vetëm TVSH 20%, nga 4 miliard është 800 milion, që shkojnë në buxhet shtetit. Po morëm 800 milion më shumë në buxhet shtetit, natyrisht nuk do kemi më 250 milion për pensione, po do kemi 500 milion. Çohen ca tash, thonë, jo s'duan të. Po kush jetë? Kjo është mos ta njohësh ekonominë fare. Uroj shumë që studente e mi të vitit parë në ekonomik të mos ta kemë parë. Se mund nga darohen? Jo, nuk ka drejt fare balla më në këtë që thotë o Ben? E ka të gjithën të gabuar? Kjo është hith mjellë. Hith ujë dhe hith mjellë. Para njohurit e time, këtë prezantim që ka bërë, këtu është dhe kolegu, tregojnë që është... Pse unë gatruam me këtë gjëra balla? Balla nuk është ekonomist. Null në ekonomi, sepse ato gatimit e petullave, merë uje, merë lache, merë tulla. Por vetëm ta sqarojmë për publiku, se edhe realisht më vinë turp që është në atë nivel, kryetari grupit parlamentar të Rilindjes. Është kryetari grupit, unë e harroj gjithmonë. Qa thuaj më shumë dhe si matë. Është mos dishane ekonomisë. Tani, a i thotë që me 4 miliard, ne ekonomistët themi që ka një multiplikator. Hedh një lek, investime publike, kthehet 2 fish. Hedh një lek të ndihma sociale, kthehet 4 fish. Prandaj kërkohet që të ketë një kohezion social. Tani, tha 4 miliard, dhe do venë 14, nuk e di. Jo, 8 thaj. Jo, edhe 12 në thaj. Po edhe 12 tha, po. Tani, ato janë investime për të ndërtuar. Dhe ato ben vetëm një herë. Ky nuk e di se ka votuar që investitori strategjik nuk paguan të vëshë. Që tha do marrë buxheti. Se unisht të vëshë janë, nuk kthehet mbrapsht? Po, në ka raste përjashtimore që deformojnë dhe konkurencën, që ndërtuesit e tjerë shqiptare paguajnë, investitori strategjik nuk e paguan dhe deformohet tregu, dhe përqendrohet pasuria në pak duar. Po të rrim këtu. Dhe të liria ka të... E para, turizmi që ky e bën petull ujë, është sektori më pak produktiv, pas bujqësisë. Më i dobët është bujqësia, i dyti vinë turizmi, sepse është sezonal, kërkon investime të bëra nga buxheti i shtetit tjera. Për sa i përket turizmit elitar, që po promovohet kaq shumë,
mjafton të punosh 5 minuta e të thua ChatGPT-s. Cila është historia tyre dhe çfarë efekti kanë ata? Efekt më pozitiv ka ai që quhet turizëm masiv, sepse ai shkon te çdo njeri. Ndërsa në turizmin elitar, ta dëgjoj shoku Tao, në $1 të harxuar në këtë lloj investimi, 70 deri në 80 cent, 78% dalin jashtë Shqipërisë. Po pse dalin jashtë? Po sepse ata janë full option, ne mund të kemi miqëqenie shumë të mirë, po s'kemi sigurinë ushqimore. Ata e marrin nga kompanitë më të mira ndërkombëtare të gjithë ushqimin, e blejnë nga jashtë. Po le të marrin faktin tjetër. A thot qeveria kemi 12 milion turistë dhe do zhvillohet bujësia. Po bujësia pse del me rritje negative 4.000 deri? Pse është e palidhur bujësia me turizmin? Sepse aty të vinë 12 milion veta që duan 12 milion vezë. Ja një sekondë Sebastian. Sepse ti importon, ti nuk e investuar, nuk e bërë zinxhirin mbjellje, vjellje, grumbullim, përpunim, eksportim, po ti lë pas kem siguracioni, ti u hejde naftën, ti i braktis, ti sikur do që ky vend të ketë një deficit sa më të varur dhe njerëzit që janë të lidhur me tokën dhe me vendin të dështojnë dhe për të është më mirë t'i kinë jashtë se sa të rinë në Shqipëri. Se nuk mund ta bësh një politikë fiskale kaq diskriminuese ndaj fermerit shqiptar. Tani 12 milion ushqen gati 100% potoshja, sepse bujësia është me rritje negative nga malla që importohen. Çfarë është importi? Nxjerrje jashtë e paras. Atë që sjellin turistët, ne nxjerrim jashtë si import dhe efekti është shumë i vogël. Kështu që të turen të gjithë analistët që nga betoni Beratit apo Berati beton dhe të turin Berati beton. Si që janë dy gazetarë që ofrojnë me këto terminologji. Mos ke fjalën për Berat Buzhanën. Berati dhe Batoni. Tani na bëjnë gjithë emisionet dhe del. Ti për shumë kur dëgjon këto analiza bën duke qenë se profesionist i fushës, si të vjen për shumë të ngrihen qimë. Jo, unë reagoj, unë shkruaj në Facebook. Je ka vjen nxefesh në atë moment, vjen kështu për të vjell apo po thuas futja nuk kam faj. Jo, kam një ndjeshmëri shpirtërore. Thot në njërin prej këtyre do vinë 4 miliard pa ta specifikuar për sa vjet. Si ndihesh? Po nuk thot për 10 vjet, për 8 vjet, për 12 vjet, po thot 4 miliard thoj se vinë nesër dhe rrinë aty. Një pjesëmarrës në një emision të Gridës, ja tha në sy, o zotni, ti më thuaj 4 miliard, po ato Shqipëria nuk ka kapacitetet të absorboj 4 miliard. Sepse të investosh në një kohë të shkurtër 4 miliard, të duhen makineri, të duhen pajisje të tjera. 4 miliard që ishë mashtrim, nuk... Jo, do shtrihet në kohaj. Po pse ne kemi shembullin tjetër? Se ma aq kushton vërtet ajo. Gjeja atje në... Shërën si ka ata do të arrisin sa të doj qefi, se ata kanë llogarit në offshore. Dhe as ke për ta marrë vesh njerë se cila është kostua reale e investimi që do bëhet në atë zonë. Por problemi është ky dhe është shumë kritik. Ne po promovojmë sektor që nuk kanë produktivitet të lartë dhe sektor që nuk kanë produktivitet të lartë kanë rrisje të mëdha krizash. Dhe unë e kam përmendur disa herë. Peno, për të rikthyer pak për ta mbyllur të fabull që kemi në ekran të Spakut. Pyetja ime është, duke qenë tani se Spaku godet, siç goditi para të shtunën, që ka sekuestruar sa, se pësë një, 500 milion? 500 shtunën. Nuk është goditje Spakut. Duhet pranojmë që jo, që t'jenë të qartë shqiptarë dhe t'kenë dhe mirënjohje. Dea amerikane ka vite që është... Bravo, sa po të ta thoshja, nuk është Spaku vetëm, jo? Jo, se bënde do Spaku. Pa tjetër më. Por ata duhen falenderuar se kanë marrë risë të madh. Spaku janë shërbime sekrete të vendet të tjera, sepse tolerimi i paras kriminale e ktheu Shqipërinë në një nga vendet me shkallë të lartë rrezikshmërie për pastrimin e tyre. Por shqiptarë filluan të vendosin se kush do ishte president në Amerikën Latine. Ka të bëjmë me ngritjen e çmimit, ka prish çmimin e kokainës, ka rritur çmimin e kokainës shumë në treg. Unë besoj se më shumë. Beson ti këtë fabull? Shiko, është treg aq i madh, është luftë e humbur ajo. Por duhet e kanë urur tash se nga ngritur më shkot. E kanë kërkojnë ndjes. E kanë urur si ishte lapsus. Në rregull, po në a mendoj që ka prishur punë mafia shqiptare sepse ka ulur çmimin? Nuk jam ekspert i mirëfillt atje, por di këtë gjë që kjo hapje e shtetit nga mafia shqiptare dhe ndërkombëtare është e konfirmuar në gjitha raportet. Në raportet e shtetet caktuara dhe sidomos është publike nga strukturat antimafias. Belgjika, Italia, Gjermania. Pra, nuk është se po bëjmë një debat, ore mua më dim se të flas keq për vendin tim, se ka vendosur të jetoj këtu. Por unë nuk mund të ndihem mirë në qoftë se pushteti menaxhohet nga kriminalët dhe qeveritarët i shërbejnë kriminalëve. Tani pyetja tjetër për ta mbyllur këtë gjë.
Ben Malaj, kjo që ndodhi, po të kishin me bursë në Shqipëri, se nuk s'ka bursë, që do ndodhte në tregun imobiliar? Do kishte apo do rëzoj gjë? Shiko, kriza në tregjet... Se kjo u lidh direkt me ndërtimin. Ja, krizat në tregjet e pasurive të patundshme kanë cikle, por për kryeqytetet e mëdha dhe për zonat bregdetare, ato kanë luhatet e tyre dhe krijojnë viktimat e mëdha, por ngrihen në mënyrë graduale dhe parat mbeten tek ata që lozin bursën, jo tek ata të shkretët që am thuaj dot ti si gazetari specializuar çfarë ndodh me portin e Durrësit, Unë nuk jam specializuar në drejtim fare. Jo, po... Jo, për portin e Durrësit s'di të them. Pallatet po fundosen. Këtë dim vetëm që... Diti që qeveria shqiptare është 36% aksioner atje? Unë nuk di sa njerëz kanë humbur, se thua është prish kontratë tani nga që kanë ndodhur. Se njerëz janë trëmbur. Unë di ka shqiptarë kanë edhe lek atje. Në grop. Por qeveria shqiptare është aksioner 36%. Ka detyrim se votohet nga shqiptarët. Të bëjë sqarim publik. Si shpjegoj që mbeti në heshti kjo? Asnjë s'flet për këtë. Po sepse doli lajmi që ato kanë një zhytje pallatit atje. Po. Dhe asnjë s'flet. Si ka mundsi? Arian, unë nuk e di sa është e vërtet, po ka nevojë që Komisioni Parlamentar, Radio Televizion Shqiptar që ankohet janë në parlamentim, ti marrë 1 për 1 emrat e gazetarëve që paguhen me emisione dhe sa lek marrin në muaj. Ka shumë. Dhe ka shumë, po marrin para të madhe. Dhe e dyta, ka një kod etik kudo në botë. Qofse ti je në një televizion publik, ti nuk mund të bësh dhënës i qeverisë në televizion privat, si opinionist. Është kontratë etike ajo. Çmenduri është. Po ja, kjo është blerja influencës publike. Sepse sot të vret njeriu, sot të korrupton edhe të kthen anën e tij. Po, ka që thjesht është, ka që thjesht. Arben Malaj parashikon ulje çmimesh në tregun imobiliar pas këtij fakti që ndodhi. Pra tani shqiptarët konfirmuan atë që thuhen për studio, që gjithë këto ndërtime të mëdha, mos në Tiranë dhe në Bregdet, janë një sasi e madhe tyre janë bërë dhe me para drogë, nuk po them të gjitha. Tani, ka një impuls nga Banka e Shqipërisë që thoshte që në tregun e parë të vitit 2026 rënjet e shitjeve në Tiranë janë 35% më pak se vitin pashëm. Si, rënja është... Nuk ka shitje, nuk ka shitje. Nuk ka shitje? Po, dhe dyta, në qoftë se SPAK do të vënë në kontroll ato apartamente që janë krijuar me para kriminale, ai do rrisë ofertën në treg. Kështu që në 1 milion... Kush do rrisë ofertën në treg? Shitja shpive, në qoftë se ka shumë shtëpi, se mund të janë dhe biznese, por në qoftë se ka shumë shtëpi, patjetër që kur rritet shitjet, dhe kur koncepti psikologjik është që nuk e dim se çfarë do ndodh në të ardhmen, vepron një forcë që në treg duhet të ketë një ndikim në ulje. Pra mund të ketë dhe ulje çmimesh. Patjetër. Po sigurisht nuk flasim për këto bildingjet e mëdha, për këto kullat e mëdha. Po flasim për pallate normale në këtë rast. Për pallate, shikoj, dikush pjesa që mua më shqetëson nga ana sociale, që ne dim që inflacioni rriti çmimet e importeve, që nga nafta, apo jo. Qeveria pa vendosur taks me parlament, për 1 litër naftë merr sot më tepër të ardha në buxhet, automatikisht, pas një debat publik. Problemi është që qeveria aktuale do të mbështesë oligarkët dhe gjithë të para që u takojnë pensionistëve, klasës mesme, 20 varfër, ajo nuk i çon te paketa e solidariteti social, po i çon te investimet publike. Dhe kjo është pjesa kriminale. Dhe pse edhe në kohë krizet pasurit bëhen më të pasur dhe të varfrit bëhen më të varfër. Ka një gjë të thjeshtë. Në Gjermani ka 100 miliarder. Tani X miliarder thot duhet blej 100 pallate, sepse kam kaq miliarda dollar dhe t'i lëshoj gjitha me qera dhe jetoj me qerane atyre pallateve. Pse shteti gjerman dhe shteti italian e dekurajon këtë lloj kapitalizmi? Dhe i ka vënë taksë lartë me siguri. Po, pse ky lloj kapitalizmi? Ne nuk jemi më kapitalistë gjermanët. Pra ti thua dekurajon tregun këtë që merret me renta. Po pra kthehesh në një lloj dekurajon rentën apo jo? Ktu do thuash. Në një lloj forme kapitalizmi rentier. Vendos taban. Po. Tani ai thot, te shtëpia e parë paguan, kaq takse te e dyta, kaq te e katrata te e pesta. Te e 20-ta, ty nuk të leverdis. Nuk të leverdis. Tani, në qovë, kjo ka një zgjidhje edhe thjesht dhe të përbërë. Ne themi kemi rreth 45.000 apo 50.000 apartamente që themi që janë bosh. Mere hidhin treg. Bëj një ligj, hidhin treg. Dhe e shefti se çfarë ndodh me çmimin. Jo, ka nevojë të bësh ligj. Fudi një tatim më të madh me instrumenta financiar. Dhe hidhin në treg. Nuk i bën me paralla politike. Okej, shtëpi e pa përdorur, unë dua të rris tregun. Qofse ti nuk ashtu,
Se ata nuk pagojnë detyrimin. Po pra, dhe i E hedh. njëjta logjik mund të përdorë edhe toka që s'punojnë pasanë. Në çastin që i fut në treg. Po se punove ta marr. Nuk po themi që Beno, s'e bëjnë atë reformë. Nuk po themi që bie çmimi. Nuk e Por po kuptoj. themi një gjë shumë thjeshtë. Ajo që shoh unë ka mundësinë e një stagnacioni çmimesh. Ne nuk kemi driving animal force, që është një nga kriteret e fluskës. Çdo më thon për ta që për ne që zdim anglisht? Nuk kemi që të gjitha investimet po i çojmë në të gjitha investimet tona po i çojmë në ndërtim. Ne nuk kemi bursë, po ne çojmë investime në ndërtim, po jo të gjithë lekët. Pra nuk është ajo që quhet një nga kriteret e fluskës që është driving animal force. Nuk kemi disa kriteret të fluskës, por kemi probabilitetin e një stagnacioni. Pra është probabilisht mundësia e një stagnacioni çmimesh. Duhet ta mbyllim. Ora është Doja ta mbylla me një gjë faktikisht. E vetmja pankartë, të cilën qytetarët e ja do mbajnë. flas tani më një sekond. Një sekond, kam këtu. Plasë fabulon Ledio, pastaj të tregosh. Plasë fabulon tjetër Ledio.